إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar ozën në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që e çon në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozën në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë, përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, o ju besimtarë, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, me përpikmëri, duke i zbatuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman, të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshta Allah i lartësuar në librin e Tij famlar, në Kur'anin fisnik, na ka zbritur shumë urdhra dhe shumë ndalesa. Janë gjithsej 114 sura, të cilat përmbajnë një mori të normave, një mori të urdhrave dhe mesazheve dhe porosive që nëse i zbatojmë dhe nëse i respektojmë dhe nëse i përmbahemi, me lejen e Allahut arrijmë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Një prej surave të cilën Allah i lartësuar është betuar në të 8 herë për më ta dhënë një porosi. Merrni me mend, nëse dikush të betohet me një mori betimeve, e betimi për krijesat e Allahut të lartësuar, për neve besimtarëve është i lejuar të betohemi vetëm në Allahun e lartësuar. Para mendoni sikur dikush të betohet 9 herë apo 10 herë për më ta dhënë një porosi. Pasha Allahun, pasha Allahun, pasha të gjithë mëshirshmin, të Rahmanin, e mi përmend emrat e Allahut të lartësuar, që vetëm e vetëm të betohet mi fuqizu një porosi që ka më ta dhënë. Qysh kishim mi dëgjuar atë porosi? Qysh kishim mi marrë në konsiderat atë porosi? Qysh do ta merrnim, me çfarë serioziteti kishim mi marrë atë porosi nëse dikush prej nesh i betohet njëri tjetrit? Në Allahun mi u betu, po jo vetëm një herë, po disa herë. Nga një herë mjafton vetëm një betim për me ta përforcu porosin që ka më ta dhënë, apo lajmin që ka më ta dhënë. E Allahu i lartësuar, atij i takon lart madhëria dhe vetëm atij i takon pushteti absolut, i lejohet Allahut të lartësuar të betohet në krijesat e Tij. E kur Allahu i lartësuar betohet në krijesat e Tij, tregon për vlerën, pozitën apo madhështinë e atyre krijesave. Dhe jo vetëm kaq, por tregon për vlerën dhe pozitën e atij urdhri që ka me ta dhënë. Allahu i lartësuar në surën Shams është betuar disa herë në disa prej krijesave madhështore të Tij. Vetëm e vetëm që më na dhënë neve një porosi. Dëgjojeni mirë fjalën e Zotit dhe dëgjojeni mirë urdhrin të cilin na jep. Thot Allahu i lartësuar: "Wash-shamsi wa-duhaha", pasha diellin dhe dritën e tij. "Wal-qamari idha talaha", pasha hënën që e pason atë, e pason diellin. "Wan-nahari idha jallaha", dhe pasha ditën që e zbar tokën. "Wal-layli idha yaghshaha", dhe pasha natën që e mbulon tokën me errësirën e saj. "Was-samaa'i wa ma banaha", dhe pasha qiellin dhe ndërtuesin e saj. Pra vetë Allahun e lartësuar. Dhe vazhdon Allahu më betu. "Wal-ardi wa ma tahaha", dhe pasha tokën dhe atë që e rrafshoi, e sheshoi. Pa që të jetë në shërbimin tonë, që ne të kemi mundësi të ecim të shlirë. E ka nënshtruar Allahu i lartësuar tokën për neve. E ka përgatitur që ne me qenë komod në jetën e kësaj bote. "Wa nafsin wa ma sawaha",
dhe betohem me pasha shpirtin dhe atë që e krijoj. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, që ja mësoi të mirat dhe të këqijat këtij shpirti. Gjitha këto betime Allah i lartësuar i bëri për më ta dhënë këtë urdhër. Pra pasha diellin, dritën e saj, hënën që e pason, dritën e ditës, natën, qiellin, tokën, shpirtin, të gjitha këto me ta dhënë një porosi. Hajde, cila është ajo porosi? Thot Allahu i lartësuar, qad aflaha man zakkaha. Me të vërtetë, me siguri ka shpëtuar ai që e pastron shpirtin e tij. Wa qad khaba man dassaha. Dhe është dështak, ka humb, ka falimentu ai që e përlyn shpirtin e tij, ai që e nënçmon shpirtin e tij, ai që e përçmon shpirtin e tij. Ka humb, ka falimentu dhe ka dështu. Kush ka shpëtu dhe kush ka fitu? Triumfuesi i vërtet është ai që e pastron shpirtin e tij. Dhe Allah i lartësuar këtë pastrim të shpirtit, apo këtë përlyrje në anën tjetër, Allah na ruaj dhe i pastron shpirtat tonë, nuk na ka lënë pa ofruar shembuj të pastrimit të shpirtit dhe të suksesit në librin e tij famlar. Menjëherë, pas gjitha këtyre ajeteve, Allah i lartësuar tregon shembullin e dikujt që nuk i ka kushtuar rëndësi pastrimit të shpirtit. Dhe shpeshherë ne për me marrë mësim duhet ta shikojmë rreziku i humbjes sa është i madh. Dhe aty e kuptojmë sa është tema e rëndësishme. Në bazë të rrezikit të humbjes, Allah i lartësuar në vazhdim të ajeteve e tregon një popull i cili e ka marrë dënimin e Allahut të lartësuar, të cilët i kanë thyer urdhrat e Allahut të lartësuar dhe nuk i kanë pastruar shpirtat e tyre. Thot Allah, kadhabat Thamudu bi taqwaha. Thamudi, ky popull, ka mohu me arrogancën e tij. In ba'atha ashqaha, kur është ngrit më i keqi prej tyre. Fa qala lahum Rasulullahi naqata Allahi wa suqyaha. Kur profeti i tyre ju tha, kjo është devja e Allahut. Kjo është devja që është provë për juve. Mos i bëni ndonjë të keqe, mos ju afroni me ndonjë të ligë. Leni le të pinë ujë. Fa kadhabuhu fa aqaruha. E përgënjeshtruan këtë profet, e përgënjeshtruan urdhrin e Allahut dhe e therrën devën. Fa damdama alihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha. Dhe Allahu i lartësuar ja u rreshtoi, ja u radhiti dënimet dhe i rrafshoi me tokë. Dhe i bëri sikur mos kishin ekzistuar ndonjëherë më herët. Wala yakhafu uqbaha. Dhe Allahu i lartësuar nuk i friksohet pasojave të atij ndëshkimi, nga sa ai është i gjithfuqishëm, ai është mbizotruesi dhe ai është sundimtari absolut në jetën e kësaj bote dhe botën tjetër. Ne si besimtar, kur e lexojmë këtë sure, kur e dëgjojmë këtë sure, çfarë duhet të na shkojë në mendje? Dhe cili duhet të jetë preokupimi jonë? Dhe kjo sure është prej sureve të shkurta në xhuzin Amme, në xhuzin e fundit të Kuranit. Çfarë duhet të na shkojë në mendje kur e lexojmë? Qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai që e ka pastruar shpirtin e tij. Së pari, nëse shikojmë te ky ajet thelbësor në këtë sure, që është tematika kryesore e kësaj sure, pas gjitha atyre betimeve të Allahut të lartësuar, vetëm që ta marrim me seriozitetin më të madh këtë porosi të Zotit ton, krijuesit ton, që ta pastrojmë shpirtin ton, i shohim që këtu janë dy çështje: pastrimi i shpirtit dhe shpëtimi. Çka është el falah? Ku Allah po thotë kad aflaha, ka shpëtu. Çka është shpëtimi? Shpëtimi në terminologjinë fetare i bie që të shpëtosh nga e keqja, nga likësit e këqija dhe të vazhdosh të qëndrosh në mirësi. Pra dhe njëherë, shpëtimi i bjen me qenë në mirësi sa i është gjallë, pra në mirësi të fesë, me iman, me vepra të mira dhe me devotshmëri, dhe të shpëtosh dhe të rresh larg nga gjunahet dhe nga rebelimi i Allahut të lartësuar. Ky është shpëtimi. Çka është pastrimi i shpirtit? Qysh mi pastru shpirtin? Që kjo tezkia të nefs, pastrimi i shpirtit, çka i bjen? A mundesh me na tregu me dy fjalë? Mira shkurt të shit. Dietarët e kanë përmbledhur në formën më të bukur, që mos më na ngarkun neve, po mi pas shumë të thjeshtë dhe shumë të lehtë që mi zbatu këtë pastrim të shpirtit. Në teori është shumë i lehtë, mani mend, në teori është shumë e thjeshtë, mirë po në praktikë është shumë e vështirë. Dhe kërkon luftë të vetvetes, kërkon vetmohim, kërkon altruizëm,
kërkon xhihad të shpirtit, prej mëngjesit e deri në mbrëmje, që mi pastru shpirtin. Nga se nefsi është i prirë për të këqija. Nëse ne nuk i rrim gati, ky nefs të cilin e kena në trupin ton, ky shpirt, vazhdimisht ka qejf me shku ka ëndjet e tij, mi plotsu tekat e tij, mi plotsu dëshirat e tij. Ndërsa ata zinxhirët që mi frenu janë në dorën tonë. E mendimin e Allahut do ta pastrojmë këtë shpirt që shpëtojmë tek Allahu i lartësuar. Pastrimi vllazën, më së pari Allahu i lartësuar ka përmend pastrimin se Allahu është ai që i pastron. Dhe thot belillahu yuzakki man yasha. Është Allahu ai që e pastron këtë doj. Madje Allahu i lartësuar e ka dërguar pejgamberin ton me një mision, që mi pastru besimtarët. Dhe thot në duan të cilën e ka bë Ibrahimi alayhis salam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, o Allah dërgoje një dërguar prej mesit të tyre, yatlu alehim ayatik, ja u lexon ajetet tuaja, wa yuallimuhum alkitab wal hikma, dhe ja mëson librin dhe sunetin, wa yuzakkihim, dhe i pastron ata. Pastaj Allahu i lartësuar na tregon në shumë vende që njeriu është vetë ai që duhet mi pastru veten e tij. E mirë, çka ke pastrimi? Pastrimi ke mi imponu veten, mi imponu vetes zbatimin e gjërave që ka i urren, ato çfarë Allahu i lartësuar i ka obligu, dhe mi frenu veten nga ato teka dhe dëshira që shpirti i don e që Allahu i lartësuar i ka ndalu. A mbajtëm mend? Pastrimi i shpirtit është mi detyru veten, mi zbatu ato urdhra çfarë Allahu i lartësuar na i ka bë, ndërkohë që nefsi nuk i dëshiron. Dhe në anën tjetër, mi frenu nefsin, mi frenu shpirtin nga ato gjëra që ka lakmon shpirtin, ndërkohë që Allahu i lartësuar na i ka ndalu. Për shembull, më qumi fal namazin e sabahit, nefsi e don xhumin, shtratin e nxehtë, sidomos tash në dimër, e më qumë marr avdes, sidomos bomës me pas ujë të nxehtë, me pas avdes, me marr avdes me ujë ftoft, nefsi nuk e don çfarë. E ti, për mi pastru shpirtin, duhesh më qu, mi fal namazin e sabahit dhe me marr avdes me ujë. Nëse kit nxehtë, alhamdulillah, po nëse s'kit nxehtë, më ujë ftoft. Kjo është mi detyru nefsin, mi zbatu urdhrat e Allahut, edhe nëse nuk i pëlqej. Në anën tjetër, mi frenu vetveten, mi frenu shpirtin prej atyre gjërave çfarë nefsi, shpirti i dëshiron, ndërkohë që Allahu i lartësuar i ka ndalu. Mbase shpirti dhe nefsi jon lakmon me arrit tek pasuria në kohë të shpejtë, në mënyrë të shpejtë. Më bëj pasur me kredi, më bëj pasur duke vjedhë, më bëj pasur me shitblerje të ndaluara. Mirë po, pastrimi i shpirtit në këtë çështje është që ti mi frenu veten. Dhe i thu, o shpirti jam, ja ki më ushqy me halal, ja ki me cof, ki me vdek uni, nuk të ushqej me haram. Kështu, sillesh me arrogancë ndaj nefsit, triumfon mbi to, e mbizotron atë, dhe e lufton nefsin. Dhe i thu, këto gjërat i ka ndalu Allahu i lartësuar. Mos shiko, as mos i mendo, as mos i maj mend të to. Janë të ndaluara dhe mos lakmon e to. Ky është ajo lufta të cilën ne çdo ditë e kemi në jetën e kësaj bote. Apo e frenon vetin nga dëshirat. Dhe këto janë të shumta. Mund të jenë ushqime të ndaluara, mund të jenë pasuri të ndaluara, apo shikime të ndaluara, apo dëgjime të ndaluara, apo e mnal veten, apo e frenon shpirtin ton, apo po e liron, ndërkohë që përfundimi është Allahu na ruaj zjarri i xhenemit, apo po e frenon dhe po i thu nal duro se përfundimi është xhenetet e begata të Allahut të lartësuar që i ka përgatitur për punëmirët dhe durimtarët. Allah i lartësuar përmes pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam na tregon se gjithë secili prej nesh e zgjedhim rrugën. Gjithë secili prej nesh e zgjedhim rrugën, a dojmë pastru shpirtat ton apo dojmë përlyk ta shpirtat ton. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin yaghdu fa ba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Çdo njeri kur qohet në mëngjes e shet veten e tij. Ose e liron nga dunjaja, ose e robron pas vrapimit pas epsheve dhe dëshirave të nefsit. Ky hadith ishte mësim praktik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gjithë secili prej nesh e zgjedhim apo dojmë mi liru shpirtin ton që më konë rob vetëm i Allah të lartësuar, e më liru nga çdo robëri e krijesave të tij, apo dëshiron me shku pas epsheve dhe tekave të nefsit. Pastaj sahabiu Rabi' ibn Ka'b
al-Aslami, që i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që pejgamberi ja ofron, dëshiro diçka, lyp diçka që ta lut Allahun e lartësuar, të përgjigjet, çfarë i thot? Dëshiroj të jem shoqëruesi yt në xhenet. Çfarë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E i thot, e kryen këtë çështje. S'ki nevojë asnjë vepër më bë, mjafton besimi që ke pas. Apo i thot, ndihmoj vetes tënde me sejdë të shumta. Ndihmo mu që kjo lutje të shkojë në vend, duke i ndihmuar ti vetes tënde me sejdë të shumta. Pra Allahu i lartësuar na ka treguar rrugën e drejtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rrugë të drejtë e ka përkthyr në praktikë se çysh i bën. Kur'an që ecën mbi tokë na ka treguar Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ecën këtë rrugë është në çështjen tonë. A dëshiron me ecë këtë rrugë që përfundimin e ka xhenetin, apo dëshiron mi njek rrugicat ku në çdo rrugicë thith nga një shejtan që më deviju për rrugës së drejtë. Dhe kjo varet nga unë edhe nga ti. Dhe sa po kërkojmë ndihmën e Allahut të lartësuar dhe sa jemi të sinqertë që ta njekim udhëzimin e Allahut të lartësuar. Ana ka treguar Allahu i lartësuar këtë pastrim të shpirtit edhe në ndonjë vend tjetër në Kur'an? Po, e kemi tek tregimi i Talutit. Thot Allahu i lartësuar: "Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum bi nahr, faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yaqtarafa ghurfatan bi yadihi." Kur Taluti me ushtrinë e tij nisën për në çlirimin Beitul Maqdis, Kutsit, kanë pas mi kalu një lumë dhe aty janë vendosur në sprovë. Sprovën e pastrimit të shpirtit. Dëgjoni se çush ka qenë sprova. Thot Allahu i lartësuar, Taluti i drejtohet ushtrisë së tij. Dëgjoni mirë o ushtar, ju thot Taluti, kena me ecë mbi lumë. E di që jeni të etshëm. Mirë po, ata që pijnë prej lumit, pa nal, e shuin etjen e tyre, është sprovë për juve, nuk do të vini me mu në luftë, nuk do të vini me mu në ushtri. Përveç kuj, ata të cilët e shijojnë pak, sa me një grusht, një glëng, sa i merr dora prej ujit, këta do të vinë me mu. Dhe thot Allahu i lartësuar, "Fasharibu minhu illa qalilan minhum." Shumica kanë pi ujë, vetëm një pakicë e kanë ngu Talutin. Kjo ka qenë sprova e pastrimit të shpirtave. Shumë prej neve, kjo sprovë nuk na vihet në kalimin e lumit e me pi një glëng ujë me dorë. Shumë prej neve na servohet kjo sprovë në çështjen e pasurisë. A dëshirojmë ta marrim këtë pasuri në mënyrë të lejuar, në mënyrë halal, apo dëshirojmë të mrrijmë tek mia erot në forma të ndaluara? Gjithë secili prej nesh është dëshmitar i vetes së tij. Gjithë secili prej nesh do të jep llogari para Allahut të lartësuar. Kjo sprovë e Talutit me ushtarët e tij, se apo pinë prej atij limi, se apo pinë ujë prej atij lumi, gjithë secili prej nesh na servohet në forma të ndryshme. Dhe pastaj kjo është sprova që apo e frenojnë veten e tyre nga kjo dëshirë që nefsi i tyre e dëshiron të atë shumë ujë apo jo. Një pjesë e madhe nuk e respektuan urdhrin dhe e përlyen shpirtin e tyre përveç një pakice. Dhe sprova tjetër, masi që e kaluan lumin, e patën sprovën, falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu. Pasi që e kaluan ajo pakice besimtarve që pinë ujë vetëm sa me një glëng ujë, u sprovuan në ballafaqimin me ushtri. U ballafaquan që të shkojnë në luftë. E shkuraja në luftë ishte një urdhër tjetër për ta, ishte një sprovë tjetër për ta. Mirë po, ky urdhër a është i këndshëm për nefsin apo s'është i këndshëm? Padyshim që shpirti nuk e don luftën, nuk e don ballafaqimin. Nga se aty rrezikohet, aty friksohet, aty e humb pasurinë dhe jetën. E gjithë secili prej nesh e ka një luftë. Ballafaqimin me armikun më të afërt që e kemi, shejtanin. Apo e dëgjojmë apo e dëgjojmë. Apo i përgjigjem Allahut, apo i përgjigjem armikut të tij të mallkuar, shejtanit të mallkuar. Gjithë secili prej nesh, le ta shikoj apo del fitimtar tek Allahu i lartësuar apo jo. Mirë po, këta besimtarë që ja imponuan vetes së tyre, mi u bind Allahut të lartësuar, Allahu i përmend në Kur'an. Than, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, një pjesë than, nuk keni na fuqinë, nuk kena na mundësi më të përgjigj që më shku me tej në luftë, ndërsa pjesa tjetër than, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allahi kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira. Ndërsa ata që ishin të bindur në takimin me Allahun e lartësuar. Dhe këtu e kemi mësimin, se më sa më shumë që e mban në mend takimin me Allahun e lartësuar, do të letohet bindja në urdhat e tij. Apo të vjen vështirë falja e namazit, takoj takimin me Allahun e lartësuar dhe namazi do të vjen i lehtë. Sa më shumë që të zbehet bindja jote në zemër për takimin me Allahun e lartësuar, aq më i vështirë do të vjen
zbatimi i urdhrave të tij. Than ta besimtarë që ishin të bindur në takimin me Allahun, do të vijmë ne me luftë. Sa grupet e vogla kanë triumfuar mbi grupet dhe ushtritë të mëdha. Wallahu ma sabirin, ndërsa Allahu është me durimtarët. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë. Selama dhe selavatet qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë dashur, nëse mund ta përthekojmë gjithë temën tonë, se çka i bën mi pastru shpirtin, i bën mi luftu shpirtin. Me një fjalë, xhihadi i nefsit. Mi bo xhihad nefsin tonë, mi kundërshtu tekat e tij, mi kundërshtu epshet dhe dëshirat e tij dhe ëndjet e tij. Kjo është ajo çfarë na siguron neve shpëtimin dhe pastrimin e shpirtit tonë. Allahu i Rasul thotë: "Wa man jahada fi fa inna ma yujahidu li nafsi." Ai që bën përpjekje në rrugën tonë, ai bën përpjekje në esencë për veten e tij. Dhe në fund të surës Ankebut, ajeti i fundit, thotë Allahu: "Walladhina jahadu fina", dhe ata që përpiqen për rrugën tonë, për çështjen tonë, "lanahdiyannahum subulana", do t'i lehtësojmë, do t'i udhëzojmë rrugëve tona, wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dhe me vërtet Allahu është me punë mirë. E ky xhihad i nefsit është në kryerjen e farzave të Allahut të lartësuar së pari, dhe pastaj në kujdesje që mos t'i shkelim kufit e Allahut të lartësuar në ndalesat e tij. Çfarë do të qofshin ato ndalesa, të mëdha apo të vogla? Çfarë do teka dhe dëshira që i shkojnë nefsit në mend, ta ndalojmë dhe ta frenojmë, nga se pasojat, nëse nuk i zbatojmë dhe nëse nuk e frenojmë shpirtin ton, janë të mëdha. Allahu i lartësuar për më na tregon neve se kjo çështje nuk është e lehtë. Nuk është fjalë goje që e ligjërojmë edhe kryet çështja me mbarimin e hyjtjes. Në këtë çështje don përpjekje të vazhdueshme, don luftë të vazhdueshme. Mirë po, që të qëndrojmë faqe bardhë dhe të dalim fitimtar, kërkohet sabër i madh. Pra tha Allahu thot: "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru", dhe këta nuk arrin mi përmbyll. Këta nuk arrin mi çu deri në fund, përveç ata të cilët janë durimtarë. "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah", pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ai që mundohet me sabër, ai që mundohet mu tregu i durueshëm, durim madh, Allahu do ta bëj. Durim madh, Allahu do t'ia letoj durimin. Ama fillimi është që ne të mundohemi të bëjmë sabër në kryerjen e obligimeve dhe respektimin e ndalesave, dhe nëse ndodh që të goditemi me ndonjë fatkeqësi, të bëjmë sabër, të jemi të kënaqur me caktimin e Allahut dhe mos shprehim pakënaqësi ndaj Allahut të lartësuar. Dhe në fund pejgamberi Allahu i lartësuar thotë: "Wasbir li hukmi rabbik", dhe duro për çështjen, dhe duro për urdhrin dhe caktimin e Zotit tënd. Prandaj, vllazën, ndodh ne shpesh të bëjmë gjunahe, mirë po të mos hekim dorë nga pendimi jon tek Allahu i lartësuar. Sa herë që nefsi triumfon mbi neve, le të triumfojmë ne mbi të duke u penduar tek Allahu i lartësuar. Dhe sa herë ndodh që të plagështohemi, le të kthehemi tek Allahu i lartësuar me pendim dhe më të fortë dhe më të fuqishëm. Kthehemi tek Allahu i lartësuar, nga se besimtari i fuqishëm është më i dashur dhe më i vlefshëm tek Allahu i lartësuar se sa besimtari i dobët. E besimtari i fuqishëm është ai jo që bjen në gjunahe. Nuk është ky besimtari i dobët. Besimtari i fortë është ai që kur bjen në gjunahe pendohet dhe e din që Allahu i lartësuar e ka pranues i pendimit dhe fales i madh i gjunaheve, dhe kthehet tek Allahu i lartësuar me pendim të madh dhe kërkon ndihmën prej tij dhe shpreson ndihmën e tij që t'ia letoj luftimin e shpirtit të tij dhe të mohimit dhe bindjes së shpirtit të tij që t'i bindet urdhrave të Allahut dhe t'i respektoj urdhrat e tij në mënyrë që ta arrijë pastrimin e tij dhe të fitoj shpëtimin, ashtu qysh Allahu i lartësuar e ka premtuar: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha", ka shpëtuar ai që e ka pasur shpirtin e tij dhe ka humbur, falimentuar ai që e ka përlyr dhe ka nënçmuar shpirtin e tij. E lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na jepë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruajë nga dënimi i zjarrit dhe nga dënimi i varrit, të na ruajë neve nga fitnet e dunjas dhe nga fitnet e Mesihut të gjallit dhe nga fitnet e vdekjes dhe të varrit. E lutim Allahun e madhruar që të mos na bëj, mos na vendos në sprovë ndaj popujve zullumqar,
të na shpëtojë me mëshirën e tij nga popujt jo besimtar. Elusim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur të ndihmojë besimtarët kudo që gjenden, të ofrojë mesë gjendjen e tyre dhe të na ndihmojë neve të vindemi Allahut të lartësuar, dhe të respektojmë urdhrat e tij dhe ndaleset e tij, dhe të na pastroj shpirtat tonë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.